Demokratike, kandidatëve që janë në listën e mbyllur, a do bëhet një sakrificë për të futur zoti Ilir Ali Mehmeti? Ju të klanit bëni një sakrificë. Bëni një sakrificë ju të klanit. Faleminderit. Zoti Noka, një pyetje kam për kam një pyetje për edhe ti e klanit je, bëj sakrificë. Ja, nuk jam unë i klanit. Tani, në 2023-shin edhe atëherë tha që nuk do njeni zgjedhjet, por i njohët de facto dhe jure, sekretarët e bashkisë fituan, u futën në zyra. Dhe ju, kandidatët dhe këshilltarët bashkiak i keni ende në detyrë. Thoni sot që nuk do njeni zgjedhjet. Thoni që duhet të dokumentoni një herë krimin zgjedhor dhe më pas të merrni me Nenin Basha. Në atë kohë Neni Basha ishte dhe zoti Berisha u votbesua. Këtë herë do jap dorëheqjen zoti Berisha? Të gjithë ju që merrni instruksione ke fuga, për ju kam një përgjigje. Asit e fuga, jo. Kam një përgjigje. Nuk e njohin fugën kush është. Kam një përgjigje. Nuk e njohin fugën zoti Noka. Kam një përgjigje për ju të gjithë. Zoti Noka, i përgjigje duam, nuk po pra, batuta. një përgjigje. Ne kemi pyetjet tona. Për të gjithë ju. Zoti Noka, nuk kemi aq pa mencat na të të njerëzit. Për të gjithë ju. Elda, ju Enkel. Pyetja është e jona zoti Noka. E zbatuat në 2023-shin dhe atëherë i thatë masakër zgjedhor. Po jo, kaq. Tu a them unë ju. Statuti është zbatuar dhe do zbatohet nga Partia Demokratike me përpikmërinë më të madhe. Kur në momentin që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira dhe të mos blehen dhe vidhen, atëherë çdo kush brëndanesh do mbaj përgjegjësinë. Për sa kohë në Shqipëri, për sa kohë në Shqipëri nuk ka zgjedhje, por ka narkozgjedhje, për sa kohë në Shqipëri nuk ka qeverisje dhe nuk konkurohet Partia Demokratike dhe opozita me Partinë Socialiste, por konkuron me narkoshtetin, me bandat dhe me drogën dhe me patronazhistë të qeveri, atëherë kjo është. Ju them unë që nga 23-shin ishte e njëjta situatë. Atëherë kemi dëgjuar Flamur Nokën në tekstat të përgjigjet gazetarëve për një pyetje ka qenë për zotin Ali Mehmeti, një tjetër për dorëheqjen e Sali Berishës, të cilat i keni dëgjuar, i rikthejmë edhe një herë bisedës